vërtet heqja e dhunshme e lapidarit të QVMB-s më 20 janar të vitit 2013 është shkelje, është cënim, është mohim i të drejtave elementare kolektive të komunës, në këtë rast të nivel lokal. Sepse paraprakisht është parashtru adresim në nivelin lokal për vendosjen e një busi në këtë rast lapidarit të QVMB-s dhe pastaj është hek nga këto ku ka qenë në mënyrë të dhunshme. Pra këto kemi një mohim të gëzimit të drejtave sepse komuna e Preshevës është komunë me shumicë shqiptare dhe në asnjë rrethon nuk është dashur të hiqet e aq më pak të veqet në mënyrë të dhunshme nga forca policore dhe ushtarake të tërbisë nga to. Pra që nga ajo kohë ende asgjë s'kemi diçka konkrete lidhur me kthimin e lapidarit të QVMB-s në këtë vend. Pra është shkelje, është mohim të drejtave në nivelit lokal, sepse edhe konventat ndërkombëtare, edhe aktet evropiane parashohin që është e drejtë e nivelit lokal që të vendosin dhe të emërtojnë sheshe, bulevarde, emërtim të rrugëve, bardhe, shtatore e kështu me radhë. Nga Prishtina dhe Tirana zyrtare vërtet është një heshtje pa justifikueshme, sepse që nga 20 janar të vitit 2013 kur është hequr dhunshëm ky lapidar, asgjë Prishtina dhe Tirana nuk kanë ndërmarrë veprime konkrete. Pra institucioni i Parlamentit të Republikës Kosovës dhe qeverisë dhe gjithashtu të Shqipërisë asgjë s'kanë bërë konkrete, duke përfshirë presidentin, kryeministrin dhe kryetarin e Parlamentit, si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova, nuk kanë dënuar aktin e heqjes së dhunshme të lapidarit, po jo vetëm që se kanë dënuar aktin e heqjes së dhunshme, po as nuk kanë kërkuar që të kthehet lapidari i QVMB-s në vendin e duhur. Pra vetëm kushëzimi i Serbisë nga ana e Bashkimit Evropian, vetëm sankcionimi dhe pozicionimi i BE-s do të mund të kthente lapidarin e QVMB-s tonë në Preshevë, sepse është hequr dhunshëm dhe BE-ja në gjitha instancat dhe mekanizmat e vet nuk kanë ndërmarrë veprime konkrete të duhura që të kërkojë me ngulm, që të insistoj vazhdimisht që të kthehet lapidari, sepse Bashkimi Evropian nuk do duhet të punon me dy standarde, me dy kute, sepse lapidarët shtatore, buste, emërtimet rrugës kemi gjithandej nivel lokal, pra kemi në Graçanic, kemi Leposavić, kemi gjithandej komunat pakicës serbe në Republikën e Kosovës. Pra nëse lejohen atje në Republikën e Kosovës, pse të ndalohet, pse të mohohet një lapidar i QVMB-s? QVMB-ja ka qenë një ushtri e cila ka mbrojtur pragun, dignitetin dhe identitetin e kësaj krajine shqiptare të mbetur padrejtisht në Serbi, që është 100% brendshme.